2 persona kanë vdekur, ndërsa një tjetër ka mbetur i lënduar si pasojë e një aksidenti të rënd trafiku që ndodhi mbrëmjen e së premtes në Obiliq. Sipas policisë, shoferi dhe pasagjeri që ishin në motocikletë vdiqën e një mësor pësoj lëndime. Brëm rreth orës 23, policia ka pranuar informatën se në Obiliq ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në aksident ka qenë e përfshirë një motocikletë dhe një mësor. Si pasojë e lëndimeve të marra, shoferi dhe pasagjeri motocikletës kanë humbur jetën, kurse mësori ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor, ka deklaruar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Plana. Policia ka nisur hetimet për të sqaruar rrethonat dhe shkaqet që quan në këtë aksident. Një person ka humbur jetën në një vet aksident trafiku në fshatin Gërdovës të Podujevës. Sipas policisë, vdekja e tij u konstatua nga ekipi mjekësor emergjent në vendin e ngjarjes. Lajmi është konfirmuar nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Plana. Rreth orës 12:30, policia ka pranuar informatën se në fshatin Gërdovës të Podujevës ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në aksident ka qenë përfshirë një vetur si pasojë e lëndimeve të marra, një person ka humbur jetën, tha ai. Një aksident i rënd automobilistik ka ndodhur këtë shtunë në kilometrat e fundit të autostradës Ibrahim Rugova. Pranë pikës kufitare në Vërmic, policia ka thënë se janë përfshirë 6 automjete dhe 8 persona janë lënduar. Në orat 8:10, policia është njoftuar për një aksident trafiku të ndodhur në autostradë, 4 kilometra para pikës kufitare në Vërmic. Në aksident janë përfshirë 6 automjete. Si pasojë e aksidentit, 8 persona kanë pësuar lëndime. Policia njësia autostradës është duke u marrë me procedurat në vendngjarje, njoftoi policia e Kosovës. Të lënduarit janë transportuar me ambulancë për trajtim mjekësor në spitalin rajonal të Prizrenit. Në intonimin e himnit amerikan dhe mes një ceremonie simbolike të mbushur me mesazhe mirënjohjeje, flamuri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u ngrit të shtunën në shtizën e xhamisë Prof. Dr. Bedri Kamberi në Prishtinë, në shënim të 250 vjetorit të pavarësisë së SBA-s. Për të 4-ën vit me radhë, ky akt u organizua si shprehje falënderimi për mbështetjen historike amerikane ndaj Kosovës. Ceremonia nisi me intonimin e himnit amerikan, ndërsa më pas flamuri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u ngrit nga imami i xhamisë Prof. Dr. Bedri Kamberi, Labinot Maliqi. Ai tha se ngritja e flamurit amerikan në uburin e xhamisë tashmë është bërë një traditë, e cila shpreh mirënjohjen e popullit të Kosovës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një pjesë e Prishtinës, konkretisht lagja e muhaxherëve, që nga mëngjesi është pa energji elektrike. Aty në disa rrugë janë paraport të ndodhin punime, por jo edhe në rrugën Lord Byron. Kec kanë njoftuar se janë paraport të ketë punime deri në orën 14. Nga ora 10 deri në ora 14, vendet Rustem Satovci, rruga Adrian Krasniqi, rruga Jashar Salihu, rruga Latif Berisha, arsyeja testimi sistemit SCADA në stablimentin Arif Dermishi, thuhet në njoftim. Presidenti i SBA-s Donald Trump u bën thirrje amerikanëve të mbrojnë lirinë që themeluesit e kombit imagjinuan 250 vite më parë, kundër asaj që ai ka portretizuar si kërcënim komunist të paraqitur nga demokratët progresiv. Në një fjalim të mbajtur të premten e prag të ditës së pavarësisë, Trump e quajti ringjalljen e komunizmit si një kërcënim vdekjeprorës për lirinë amerikane. Komunizmi është një kërcënim vdekjeprorës për lirinë amerikane. Është kërcënimi më i madh për vendin tonë, duke përfshirë luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore, Pearl Harbor apo edhe 11 shtatorin, theksoi ai.